Nga profesor Lutfi Mema, personalitet i shquar i arsimit kombëtar. Vjen me poezin Nuk është burr kush dhunon gruan. Çifti u kurorëzua. E ardhmja vello e bardh. Nusja heq vallën gëzuar, ndri në gisht ajo unaz. U nis bashkëshortja në punë. Po burri s'do ngroh vez. Të dy merrnin atë ull që në mëngjeset me ves. Nuk i pam kur të mërzitur, që të dy janë flori. Nuk i pam një herë të ngrysur, qift për të patur zili. Thonë, gëzimi s'do shteroj, koha kur s'do të nëndaj, zemrat tona do këndojnë, jeta do të na shkojë vaj. Mëtej, një familje sherr, burri gruan kap për fyti. Unë jetën do t'a bëj ferr, unë ty do t'a marr shpirtin, unë s'të lë ty të bësh gjumë. Gruaja sherr, burri ka shkar, do të ndjek unë në çdo gjurmë. Gruaja mendon për t'u ndarë. Në një qoshe, dy fëmijë, syti kanë mbushur me lot. Po mami nuk mund t'ju vi. Ajo si përkëdhel dot. I thosh gruas, do të mbyt. Pinte duhan e alkool. Pastaj nga zakoni nis, për e sap të vetë këndon. Shoh çifte të zbukuruar, zemrat e tyre janë një. Nuk është burr kush dhunon gruan, burr është kush e nderon atë.